Këshilltarët e AKI-së në Tetov kanë akuzuar komunën se rruga e re që lidh Tetovën me Porojën është lëshuar pa pranim teknik. Ata kanë ngritur dyshime edhe për cilësinë e ndërtimit të rrugës. Kjo do të thotë se një projekt prej afro 2.5 milion eurosh, i financuar me paratë taksa paguese tetovar, është hapur për qarkullim pa verifikim teknik dhe pa garanci sigurie. Kjo është vepër e rëndë penale dhe rrezik i drejt për drejt për qytetarët. Situata bëhet edhe më shqetësuese, ku shohim se segmenti i lëshuar më herët tashmë paraqet dëmtime të dukshme që ngre dyshime serioze për cilësinë e punimeve dhe për keq menaxhimin e mjeteve publike. Në periudhën në vijim, do të parashtojmë kallëzim penal pranë prokurorisë themelore në Tetov për këtë projekt dhe keq përdorime të tjera. Ndërkohë, komuna e Tetovës thekson se rruga ende nuk ka përfunduar dhe për këtë qëllim nuk ka pranim teknik. Projekti për ndërtimin e rrugës VS Bato ende është në realizim. Për momentin në këtë segment rrugor është në fazë realizimit trotuarit dhe përderisa punimet janë ende duke u zhvilluar, nuk mund të bëhet pranim teknik i tij. Pretendimet e ngritura nga opozita janë të pabazuara dhe nuk qëndrojnë përballë faktit se projekti është duke u realizuar në teren. Përgjegjësitë janë të qarta dhe të ndara sipas kontratës dhe ligjit. Në muajin dhjetor, bulevardi u hap për qarkullim me qëllim lehtësimin e komunikacionit gjatë ardhjes së mërgjimtarëve, duke pasur parasysh fluksin e shtuar të automjeteve në atë periudhë. Projekti, që është vazhdimsi e bulevardit VS Bato, pas asfaltimit, gjatë rreshjeve të para të shiut pësoi dëmtime të dukshme, të cilat pritet të riparohen nga ana e kontraktuesit.